Dhe prandaj në Vlorë kemi përmbysur komplet listën që kishte. Por t'ju dhënë një ofertë shumë më komplekse dhe shumë më të prekshme dhe njëkohësisht për të dhënë mesazh që kjo parti nuk është e jona, po është edhe juaj. Dhe në Vlorë, kontrapunkti tjetër, domethënë një tjetër shëmbëltyre e kësaj përpjekje që lista e mbyllur të jetë instrument i partisë hapur dhe partia vetë jetë instrument përtej vetes dhe t'u jap të tjerëve mundësinë ta përdorin si instrument është Erjona Ismaili. Erjona Ismaili është një vajzë me të cilën unë jam njohur në një konflikt në telefon. Bam dhe bum, kur u përmbyt Vlora. Kishte një ankesë, unë si zakonisht i dash një përgjigja si pëlqeu, filloi bababam, folëm në telefon me gishta në vesh, një kokë shkëmb. Unë nuk e kam më pak shkëmbore kokën dhe u përplasëm. Por më bëri shumë përshtypje. Sepse nuk jo se sipas meje kishte drejt, por sepse mënyra se si fliste nuk ishte një person që ankoi në mënyrë banale për diçka atje, por ishte një person që dukej që kishte një angazhim. Dhe pastaj u interesova të kuptoj kush është ky njeri. Dhe kuptova që ishte një person i angazhuar me shoqërinë civile, që punonte me një projekt zviceran etj. Dhe kështu i dash një indikacion që shikoni këtë profil. Tani çfarë pashun? Pashi nuk kishte dëshirë për ta parë këtë njeri. Nuk kishte dëshirë. Jo po është e çmendur, jo po këtu, jo po aty. Dhe pse ishte e çmendur? Sepse me siguri, nuk e diskutoj fare, këtë gjë që bëri me mua e bënte për gjëra që i beson. E pra, këta njerëz të cilët e besojnë që gjërat mund bëhen më mirë, të cilët nuk janë në kundërshti negative kënetore. Nuk janë kënet, nuk janë njerëz që shajnë si tifoz,